Mimoza Petan gëzuar. Gëzuar Mirë nëse se gjeta. erdhe në podcastin Close Friends. Ndërkohë ti ke vrapuar, ke rendur pas jetës aq fort, siç e tham, ke qenë një nga biznesmenet e para gra të Tiranës. Biznesi im u bllokua për idiotësit e atyre që u vunë në krye. Për pak gjë unë arrita që të shkoj direkt në brënda natës kancer i shkallës 4 të Që në gjoksit. 2014. Po, që në 2014 shkalla 4. 11 vite 11 ke vite, histori. po, 11 vite. Po luftoj për jetën. Më pëlqen lufton- të jetoj. Po lufton edhe Mbahet i veten pastaj që mos shpërthej unë. u preka shumë mënyra si e the tua jetën, ishte një thik në zemër, gëzuar. Gëzuar. E ke bërë këtë terapi apo jo? Jo, kimion jo. Nuk e ke kam bërë. bërë sepse E disa njerëz do frymëzosh me këtë rrëfim? Do i bëjmë dis kancerit? patjetër. Gëzuar. Gëzuar. Poshtë kanceri. Dhe Ti zhduket fara, Ti si të zhduk- thonë.